Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra të dashura me ju do ndaj recetën e fundit të sushisë të këtij viti. Përgatitja së cilave është shumë e lehtë, sushi pa konservanse, shumë e shëndetshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Këtu kam 2 kg me repa të koq apo panxari, varet se si quani, të cilat i kam larë mirë me ujë, kështu me një thikë ja largoj këtë pjesën e rrënjeve. Mund të vendosni edhe doreza kur të bëni pastrimin nga lëvorja dhe coptimin, sepse mund të bëhen duart në një ngjyrë të kuqe. Mirë po mua më vjen shumë vështirë të punoj me doreza, kështu punoj më lehtë më vjen që të punoj, dhe me një thikë të tillë si kjo, po me një thikë të thjeshtë filloj që t'ja largojmë lëvorët. Pra në fillim ju largojmë rrënjën dhe lëvorët. Kështu. Pra për këtë vit është turshia e fundit që do e vendosi. Kjo përgatitet shumë shpejt dhe lehtë kjo turshi dhe është gati për konsumim pas 10 ditëve. Për atë arsye nuk e vendosi më herët. Bëhen shumë të shijshme, tash dimrit shkojnë shumë. Mirë po mund të konsumohen në pranverë, gjatë muajit Ramazan. Ju mund të vendosni atë sa keni dëshirë. Është një ndër turshijat më të shëndetshme që i kam vendosur deri më tash. Pra si që shihni, shumë lehtë thjesht, dhe në mënyrë të njëjtë ju largoj gjithë dhe rrënjët dhe lëvorën. Pasi repave ju kemi larguar lëvorën, atëherë do fillojmë që të bëjmë coptimin. Unë do bëjmë me një thikë patatësh, ju mund t'i preni në çfarë do lloj mënyrash, më të holla, më të trasha, varet nga dëshira juaj. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë do bëj coptimin e gjithë repave. Pra, unë jam duke t'i prerë në feta, jo të holla, të trasha, varet nga dëshira se si i doni. Qoftë ju duhen juve për më shumë, atëherë mund të shtoni masat, nuk do përgatitni vetëm 2 kg. Pasi kemi bërë coptimin e repave të koq, atëherë i hedhim në një tenxhere. Tek tenxheria shtojmë 2 lugë gjelle me krep, 3-4 thelbi me hudhra, një filxhan jo të mbushur plot me vaj. Siç po shihni, përgatitja është shumë e lehtë e kësaj turshie dhe në fund fitoni një turshi shumë të shëndetshme, pa konservanse. Pra në këtë mënyrë ruhen repave të koq gjithë vlerat ushqyese dhe një filxhan jo të mbushur plot me uthull të bardhë 9%. Dhe shtojmë ujë derisa të mbulohet niveli i repave. Besoj se është mjaftueshëm. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare do e zi masën deri në momentin kur fillon të vlojë. Turshia ka filluar që të vlojë, atëherë e zim dhe për 5 minuta tjera nga momenti që fillon të vlojë në temperaturë mesatare. Pas 5 minutave vlim, tenxherën e largojmë nga zjarri dhe
Mosën do e kalojmë nëpër kavanosa kështu val të nxehtë. Turshia duhet jetë val e nxehtë, kavanosat janë val të nxehtë dhe në këtë mënyrë do vakumohen shumë mirë. Kavanosat i kam larë dhe i kam sterilizuar mirë. Atëherë fillojmë që ta kalojmë mosën nëpër kavanosa. Pra mundohemi në fillim që t'i hedhim gjithë repat dhe më pas do ja shtojmë lëngun. Pra si që shihni, përgatitja është shumë e lehtë dhe në fund do fitoni këtë turshi pa konservanse. Vërtet ja vlen ta përgatisni. Tash është koha e ftoftë, shkon shumë me pasol, me gjellra të ndryshme kjo turshi. Kalojmë kështu në mënyrë të njëjtë në të gjitha kavanosat. Kemi mbushur kavanosat me repa, atëherë i hedhim nga lëngu, pra mundohemi që lëngu të kalojë në kavanos mbi repat e hedhura. Pra si që shihni ndesh vali nxehtë. Shtojmë vetëm se e lajmë shumë pak që të ketë hapësirë ka të mbyllet kapaku. Shtojmë dhe tek kavanosi i tretë. Kemi shtuar dhe ujë mjaftueshëm lëngun, pra marrim tash kapakat dhe shumë me kujdes bëjmë mbylljen, sepse janë të nxehta, veprojnë në mënyrë të njëjtë siç kanë vepruar dhe me turshijat tjera. 3 herë kapaku nga ana e kundër dhe 1 herë nga përkufën vizat dhe në mënyrë të njëjtë bëjmë mbylljen e gjithë kavanosave. Pasi kavanosat i kemi mbyllur mirë me kapak, marrim një qershaf dhe i kthejmë kështu në kokën e poshtë, i vendosim në qershaf të thënë, i mbulojmë mirë me qershaf nga të gjitha anët dhe i lajmë për 24 orë që të vakumohen kavanosat kështu të mbuluar me qershaf. Pas 24 orëve, kavanosat janë vakuumuar mjaftueshëm, pra si që shihni kanë dalë shumë mirë. I ruajmë në një vend të freskët, në podrum apo në frigorifer, qofse nuk i hapim kështu një vit mund të ruhen, janë gati për konsumim pas 10 ditësh. Besoj si u ka pëlqyer mënyra se si përgatis unë turshi nga repat e kuq, pa konservancë, një turshi shumë e shëndetshme me shumë vlera ushqyese. Gjithë ju motra që e përgatisni ju bëft mirë, kurse ju që ndani kohë për videot e mia, mund të abononi për videot të reja. Mirëmbëjtje nga Sofra Shqiptare deri në recetën e radhës.